Hudhja e gurëve të çmuar në deti. Miq të dashur, një ditë prej ditëve një gjalosh po gjuante peshqi në hapësirën e parë dhe bregdetin e detit. Përderisa ju e dini mirë se ata të cilët gjuajnë peshk shkojnë në thellësi të natës dhe presin mëngjesin që të gjuajnë një peshk sa është e mundshme. Kishte afër vetes një qese me gurë të cilët me qejf i gjuante në det dhe e shijonte çdo goditje të gurit në sipërfaqe të ujit. Në atë moment fillon të dalë dielli, të ndriçoj horizontin dhe pa që të gjithë gurxhit i kishte gjuajtur. Dhe në atë moment pa se në deti gjuante gurxhit e çmuar dhe jo gurxhit e real të bregdetit. Gati e lëvizi krya prevendi, e mahniti dhe u çment se si është e mundur atë shumë gurë të çmuar të gjuaj në det, përderisa ai nuk ishte nga pasenekat e mëdhenj. Ky person i e ti, i dashur vëlla që tani më dëgjon, dhe ti e nderuara motër që tani më dëgjon, përderisa ulesh në restorant dhe mbajsh fjalë për të tjerët dhe përgojosh njërin dhe në përkëmbësh tjetrin i bësh patrecë tjerët, të gjithë veprat tuara të çmuara që i ke bë dhe i ke arritur me gjirs, po i gjuan në deti pa e pa se je duke i gjuajtur ata të cilët të shpëtojnë një ditë prej ditëve. Hap syt, mos i gjuani gurxhit e çmuar përpara se të na kap vdekja. Qofshit mirë ku do qeni dhe selame për ju. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.